Autoritetet gjermane kanë ngritur zyrtarisht akuza kundër Mikhail Binashvili, një shtetas me nënshtetësi izraelite dhe gjeorgjane, i dyshuar si koka e rrjetit ndërkombëtar të mashtrimit kibernetik, të njohur si Milton Group, rrjet ku bënte pjesë edhe Amant Josifi. Lajmi është bërë publik nga mediat gjermane, të cilat raportojnë se skema kriminale ka përfshirë mbi 1000 viktima në vendet gjermanfolse dhe ka shkaktuar një dëm financiar për mbi 230 milion euro. Sipas prokurorisë së përgjithshme të Bamberg, të qendrës për krimet kibernetike të Bavarisë, Mikhail Binashvili, i njohur edhe me Novkën Mishka, ka qenë në krye të një rrjeti që operonte përmes call centerave në Shqipëri, Gjeorgji, Maqedoni të Veriut dhe Ukrainë, duke ofruar platforma të re me investimi për qytetarë evropian. Mediat raportojnë se ai është arrestuar në Armeni në gusht 2023 dhe është ekstraduar në Gjermani në maj 2024, ku ndodhet aktualisht në paraburgim në një burg të sigurisë së lartë në Bavari. Hetimet zbulojnë se Binashvili ka drejtuar një call center me rreth 600 punonjës në Tiranë, i cili ka operuar të paktën 28 platforma mashtruese dhe ka dëmtuar qindra qytetarë në Gjermani, Austri dhe Zvicër. Ai akuzohet gjithashtu për zhvillimin e një softueri të quajtur Puma TS, i cili u përdor nga mbi 400 faqe mashtruese financiare në internet. Bëhet fjalë për të njëjtin rrjet ku ka qenë pjesë edhe Amant Josifi, por ndryshe nga urtaku i tij Mikhail Binashvili, Josifi ka arritur të shpëtojë drejtësisë. Ish këshilltari i ministres së mbrojtjes Olta Xhaçka dhe ish ortaku në biznes i vëllait të kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama, aktualisht jeton në Dubai dhe përpiqet të shpëtojë nga ekstradimi në Spanjë. Në periudhën midis 2015-2022, bashkë me urtakun e tij Mikhail Binashvili, ata ndërtuan një platformë kibernetike për mashtrim, duke shfrytzuar besimin e qytetarëve të Evropës për të përvetësuar llogaritë e tyre. Në hetimet e institucioneve ligjzbatuese gjermane janë përfshirë edhe persona të tjerë, programues kompjuterik, të cilët ishin në dieni të këtij mashtrimi. Autoritetet gjermane po hetojnë me seriozitet pas sinjalizimeve dhe denoncimeve të pranuara nga qytetarë të ndryshëm, të cilët u shfrytzuan dhe u dëmtuan nga këto call centera deri në pikën që lanë të gjithë pasurinë e tyre aty.